Kush nga ju ka dëgjuar për eksperiencat jashtrupore? Keni dëgjuar ndonjëherë? Pra ajo shkëputja e shpirtit nga trupi. A keni dëgjuar? Shiko, ndiqeni me vëmendje sepse ky është një nga argumentet që më pëlqen më shumë dhe që kam tepër informacione të detajuara për sa i përket fenomenit OBE, sepse kështu quhet. Kush është rastësisht le t'i bëj like faqes, që të shihemi sërish si gjithmonë, dhe mos harroni ju që shikoni këto video, t'i bëni like faqes. Nëse e keni parë filmin Doctor Strange, apo jo? Është një fragment tek filmi ku ajo mjeshtria e madhe, duke qelluar këtu në gjokës Doctor Strange-in, i shkëput shpirtin nga trupi. Nuk diskutohet që ai është një film, pra që ti shikon trupin që të shkëputet dhe shpirti ikën nga njëra anë dhe trupi nga ana tjetër. Shpirti nuk mund të shihet. Dhe aty e kanë bërë për të kuptuar, me një fjalë, se si mund të shkëputet shpirti nga trupi. Po, a është e vërtet? Ju si thoni. Është e vërtet që trupi mund të shkëputet nga shpirti ose shpirti nga trupi? Shiko, ka me miliona raste. Rasti i parë që do t'ju them tani është ai që i këtyre njerëzve që shkëpusin ose shkëputet, sepse janë shkëputet shpirti nga trupi, sepse është një fenomen që u ndodh në mënyrë natyrale. Pra, një pjesë e njerëzve e kanë këtë fenomen, por në mënyrë natyrore. Sepse nuk dihet se përse, për arsye të panjohura, trupi ftohet dhe bëhet shumë si akull dhe fillon të djersin. Dhe nga i moment shkëputet energjia nga trupi, sikur të shkëputet trupi totalisht, pra sikur t'jenë dy komponente, trupi fizik dhe ai energjetik. Dhe trupi energjik është ai që ikën ku në të ka memorie, ka çdo gjë, sepse nëse ikën dhe shkon diku tjetër, mund të shikoj, të komunikoj me njerëz, të shikoj vende, të njohi vende, njerëz dhe specie të panjohura, bile në mënyrë eksakte. Këto janë fakte, nuk është se i shpika unë, kështu që ta dini që ka. Janë shumë pak këta njerëz, por ka dhe një pjesë tjetër të disa njerëzve që e shkëpusin me dashje shpirtin nga trupi. Dhe këta njerëz e shkëpusin sepse nuk e dinë se përse e shkëpusin. Pra, rasti i parë, ose kategoria e parë është ata që ndodh në mënyrë natyrore, rasti i dytë është ajo që ndodh sepse e sforcojnë trupin që të shkëputet energjia e tij nga një sekondë. Mos ndoshta kështu është pak më mirë, apo jo? S'kishte shumë dritë aty dhe u shkëputa. Dhe po thoshja, është një fenomen tjetër që kultivohet, pra si teknik. Dhe kultivohet do të thotë që e bëjnë si teknik. Dhe quhet teknika OBE. Kjo teknik, pra teknika që është teknika e shkëputjes së shpirtit nga trupi, fjalë për fjalë. Dhe kjo lloj teknike bëhet në 3 vende të botës, që ta dini. Më kryesorit po flas. Është një vend në Amerikë, një në Itali dhe një në Rusi. Dhe në këto zona, aty ku ka mjeshtra të mëdhenj që shkëpusin shpirtin e njeriut nga trupi, të tregojnë se si fillojnë këto teknika. Mirë po, duhet të dini diçka. Është tepër e rrezikshme, sepse për ata që nuk e din, e kemi bërë dhe një herë tjetër në një video të mëparshme, një zonjë këtu nga Roma që ishte një nga mjeshtret më të mëdha, ajo teksa bëri një moment meditimi ose një obe, shkëputi sepse ajo shkëpuste shpesh trupin nga shpirti ose shpirti nga trupi. Dhe një ditë, ashtu si ishte, që po bënte meditimin, këm kryq si ishte, ashtu vdiq. Pra shpirti nuk u kthye më. Është tepër e rëndësishme kjo që ta dini, që nuk janë le të themi teknika të thjeshta, por janë teknika tepër të rrezikshme.
Tani, ndonjëri nga ju do thotë, po mirë, pse i bëjnë këto? Të dini që me anë të ëndrave ose me anë të teknikës obe, mund të ndryshosh jetën tënde. Të bëhesh i pasur, të bëhesh i fortë, të njohësh gjëra, të njohësh sekrete, sepse ti duke njohur sekrete, ti mund të ecësh përpara, duke njohur vende ku mund të gjesh thesare, mund të gjesh para, ose mund të gjesh kode të një banke apo kode çfarë të doni ju. E përsëris edhe një herë. Kjo është tepër e rrezikshme, sepse këto gjëra kush janë mjeshtra nuk futen në këto hollësira që të bëjnë këto budallëqe, sepse unë i konsideroj budallëqe këto. Jo budallëqe sepse njëri vjedh apo jo, por gjërat e mira, nëse i bën me pastërti, rrojnë më shumë. Nëse ti vjedh edhe bën gjëra me dinakëri, nuk rron shumë pasuria po flas. Ndoshta edhe ti, nuk e di. Megjithatë, doja të thosha që teknika e obes, pra e kësaj metode, kohët e fundit po përhapet gjithmonë më shumë, sepse është vënë re që, sidoqoftë, mënyra e meditimit, duke e afruar e meditimin me teknikën obe, sjell shëndet në trup, pra sjell mirësi në trup, sepse nuk dihet se përse, por kombinimi i teknikës obe me meditimin, njerëzit në përgjithësi dobësohen dhe janë elastik, dhe në mënyrën e të ecurit, në mënyrën e të folurit, janë më të kthjellët, dhe mendohet që ka dy gjëra. E para, që energjia, me fjalë kur shkëputet nga trupi dhe kthehet sërish në trup, ai djersa që mbulon gjithë trupin, është ajo mundi i madh që bën kur largohet nga trupi dhe kur kthehet sërish në trup. Dhe kjo shpërbërje e energjisë, pra kur shkon dhe vjen, ose kjo lëvizje e madhe e energjisë, krijon vakume, si mund të quhen, nëpër qeliza derisa i pastron nga skorjet. Pra, sikur t'jenë tullumbace, pak a shumë, dhe duke djersi i pastron të gjitha skorjet, i pastron një pjesë të skorjeve, dhe ne dim që sa më shumë djersi në trupi dhe aq më mirë është, dhe aq më ndikon edhe në dobësim, ndikon edhe në qarkullimin e gjakut, ndikon edhe në qarkullimin e oksigjenit, oksigjenimit të gjithë trupit, etj. Ju e dini shumë mirë që gjimnastika bën mirë, ndaj dhe të gjitha përveç se fiskultura, por edhe djersimi. Pra kur ti fillon të djersin, ndikon në shëndetin tënd. Kështu që ndoshta janë këto arsyet që njerëzit që përdorin qoftë meditimin në bashkëpunim me teknikën obe, dobësohen dhe janë të gjithë të dobët, elegant, simpatik, dhe mendohet që teknika obe, për ata që nuk janë të informuar, është një teknikë që vjen që nga lashësia. Dikush tregon që ishte akoma përpara Budës, sepse duhet të dini që budistët e kanë filluar që ta përdorin në kohët e sotme, që njohim edhe ne. Por ç'është e vërteta, mendohet që vjen nga një dije tjetër, nga një civilizim tjetër që ne nuk e njohim, sepse është një teknikë shumë e lashtë. Dikur mendoni se ishte vetëm një formë meditimi. Jo. Teknika obe është shkëputja e trupit, ose më mirë shkëputja e energjisë nga trupi, kur ti shkëput energjinë ose memorien tënde dhe lëviz në përhapësirë. Për shembull, në momentin që ata fillojnë dhe meditojnë, shkëpusin ndërgjegjen, memorien ose unin, thuani si të doni, dhe mund të shkojë kudo. Shkon në një qytet tjetër, në një vend tjetër, futet në ëndrat e dikujt, etj. E përsëris nuk janë fantazi. Këto janë ngjarje të vërteta dhe mund të informojeni edhe ju vetë. Kështu që sonte doja të flisja pikërisht për këtë, pra për teknikën obe, që është pak a shumë ajo shkëputja astrale, siç e thon dikush. Dhe
Faleminderit që gjendemi për herë këtu bashkë për komentet tuaja çfarë mendimi keni për këto argumente ose për këtë, në këtë rast, nëse ka dikush nga ju që i ka ndodhur ose ka dëgjuar për dikë që i ka ndodhur, dhe le ta diskutojmë. Dhe të dini që ne njohim shumë pak, jo vetëm nga bota që na rrethon, por ne njohim fare pak për vetveten tonë. Merreni me mend për botën. Ju përqafoj. Natën e mirë.